Jo rastisht avokati është kategori kushtetuese dhe fakti që dikush dështon prapë se prapë një prokuror nëse dështon, prapë se prapë shteti përparan sepse forcohet e prokurori trajnohet dhe mekanizmat ligjor natyrisht që shtrëngohen dhe jo vetëm. Unë nuk besoj në statistikat e fajsimit ose në statistikat e gjykimeve denuese. Unë jam idhëtar i drejtësisë. Dhe pastaj drejtësia është komponent jo vetëm me fajsin, pra këtu kushdo që merr fajsi, konsiderohet që është nda drejtësi, dhe është gabim. Kushdo që merr drejtësi, duhet sigurohemi që ka pas një proces të rregullt, ka pas një proces transparent, të pandikuar, qoftë nga politika, qoftë nga qytetarët, qoftë nga opinionistët e jo vetëm, dhe në fund, ai vendim të jetë i apelueshëm siç e garantojnë gjithë mekanizmat gjithandej botës demokratike dhe atëherë quhet drejtësi. Nuk mund të quhet drejtësi nëse ne në studia e bëjmë kallëzimin penal me automatizëm thotë nesër dje kanë paraqit kallëzim penal, këta janë hajna, këta kanë vjedh, këta kanë uzurpu. Nuk përjashtohet mundësia që po vidhet në këtë vend. Jo që s'përjashtohet mundësia, po janë fakte konkrete, kokëforta, që në këtë vend korrupsioni po lexon si asnjëherë më parë, pa çka se prokurorët po përpiqen e po mundohen me bën një luftë kundër tij, po prap është përshpejtu, është stresu, është thellu, është sofistiku dhe paraja publike është duke u abuzu. Shumica e buxhetit Republikës Kosovës... Por ka shkon kërkush. Kur të vjallësh milionat, edhe nëse shkon në burg, nuk bëhet në omi botës. Ka një 2-3 që kanë vjedhë në thesare, që kanë marrë 4-5 vjetë, po hisë është të rëndësishme ajo pjesë. Ajo që ka është të rëndësishme, është pandemia në rritje dhe infeksioni kolektiv i pushtetarëve, në veçanti zyrtarëve, si të prokurimit, si të tatimit, si të agjencive, doganore dhe jo vetëm, kur dikur me krenari thënim që po përpiqemi me ndërtu shtet dhe korrupsionin e luftojmë vetë, sot po përpiqemi si mos me zbulu korrupsionin dhe shpeshherë në institucionet publike, përpiqen me mjavuni një jorgan sipër që mos ta kuptojnë, se halli është mos ta kuptojë qytetari, rrëdhëmisht mos dalë publike, se nuk e kanë hallin që kanë kryer krem. Kështu që kjo është shqetësimi. Për mua shqetësimi është sepse nuk po rezulton ndonjë as qeveri e as qeverisje e cila po garanton një jetë normale, një mirëqenie për qytetarët. Për ashtu sa s'ka drejtësi, për ashtu sa nuk ka siguri, është utopike me pretendu për demokraci. Po, edhe në anën tjetër, prap kur po flas për minim të besimit, po prap do prej rasteve që janë super publike, por shkak se do prej tyre qëllojnë që janë super të ndjeshme, siç është s'po dhuna në familje, vrasjet, krimet e luftës, drejtësia në munges ka pas të lashë, gjykimet në munges a duhet me fillu ajo, kam fillu diçka është ka punohet, po një aspekt tjetër, e që ndërlidhet me punën e avokatëve është, qa me i thonë, superstar lëku i tëne. Për aqë soj për cili mediat në Evropë, nuk shumë avokat të qenë yje televizive. Ka të lashe me një ligj, ose me kushtetut, ose me një qka do që është teme madhe, drejtat e minoriteteve fetare, seksuale, drejtat e njeriu, thuj qka dush, del naj profesor i juridikut, del naj profesor në penzion, naj gjysori gjykatës kushtetuse në penzion, s'dalin avokatat kryetar. E kuptoj nevojën për marketing, apo duket që është vije holl? Shiko, është një vije holl mes të bërit profesionin avokatit dhe të bërit profesionin opinionistit. E para, pajtohem që do duhet të kishim reduktime dhe unë nisëm nga vetvetja se shumë ftesa për debate të ndryshme të cilat nuk janë ekskluzivisht çështje të ligjit ose çështje për cilat unë e marr veten si të thirrur ose të asociuar, i refuzoj. Unë besoj që shumë prej kolegëve të mi do duhet ta bënin të njëjtën për shkak